Unë do të konsideroj një lajm interesant faktin që gjenerata sot duket se po ndryshon ndjeshëm mënyrën se si konceptohet argëtimi dhe jeta sociale. Sipas disa studimeve ndërkombëtare, të rinjtë tek këtij brezi konsumojnë rreth 30% më pak alkool krahasuar me brezat e mëparshëm, duke sjellë një transformim të dukshëm në kulturën e daljeve dhe festave. Në vend të netëve të gjata në klabe apo konsumit të tepruar të alkoolit, shumë të rinj po zgjedhin forma më të qeta dhe më të ndërgjegjshme argëtimi. Festat gjatë ditës, aktivitetet në natyrë, eventet me pije pa alkool dhe ambientet më soft, po i quaj kështu, po fitojnë gjithnjë më shumë popularitet. Për këtë brez, argëtimi nuk lidhet domosdoshmërisht me alkoolin, por me përvojën, komoditetin dhe mirëqenien personale. Ndikim të madh në këtë ndryshim kanë edhe rrjetet sociale dhe kultura e kujdesit për veten. Gjenerata Z është padyshim më e informuar për shëndetin mendor dhe fizik, më e fokusuar tek balanca personale dhe më pak e prirur ndaj sjelljeve që dikur konsideroheshin pjesë normale e jetës sociale, sikurse ishte alkooli, dalja në orare të vona, qëndrimi për orë të tëra. Shumë të rinj sot preferojnë që të gjithë të energji ta ruajnë po ashtu produktivitetin dhe të kenë kontroll mbi veten edhe gjatë momenteve të argëtimit. Një tjetër element i rëndësishëm për të përmendur është fakti se po ndryshon edhe atmosfera e lokaleve dhe eventeve, po bëhen pjesë e transformimit, janë duke ushtuar hapësirat që ofrojnë muzikë më të qetë, eksperienca sociale më intime dhe menu kreative me koktejle pa alkool. Industria e argëtimit duket se po përshtatet gradualisht me këtë realitet të ri, ku prioritet nuk është më egzagjerimi, por eksperienca cilësore. Një transformim i cili nuk do të thotë as pak se të rinjt nuk po argëtohen. Përkundrazi, ata janë duke ripërcaktuar në një lloj forme mënyrën se si duan të kalojnë kohën, duke bërë jetën sociale më të ekuilibruar, më të shëndetshme dhe më afër stilit të tyre të jetesës. Kjo sa i përket Gen Z dhe jetës së natës, një tendencë e re është ne e përmendëm edhe gjatë lajmit, por të rinjt po organizojnë takimet e tyre në kafene, festat e tyre në kafene. Mbase një ditëlindje e cila është lënë pezull për të festuar, po bëhet në një kafene.